Unë nuk mendoj që do të ketë do një produkt nga kjo vizitë. Thash është më shumë domethënë për testu ku janë partitë politike, ku është qeveria dhe në një farë mënyrë për ta mirëmbajtur këtë pozicion që për të mos pas qëndrim. Ne nuk kemi një parti politike sikur që ka qenë dikur vetëvendosja e cila thonte jo dialogut, që thonte vetëvendosja vetëm pasi Serbia të kërkoj falje, dëm shpërblime. Ne nuk kemi një subjekt që tani ka një pozicion më radikal karshi dialogut dhe unë mendoj do të ishte mirë që do njëra nga partitë politike opozitare të ketë një qëndrim më radikal lidhe me dialogun. Sepse nuk do të harrohet diçka. Mos të harrojmë. Dialogu Serbia ka shfrytzuar për mrekulli për ta paraqitur të vendet e tjera në kontinente të tjera, sikur po negocion për statusin e Kosovës. Ndërkohë që Bashkimi Evropian ka qenë i heshtur në këtë pikë. E qartë, zotri Ushqini. Flasim pak edhe për emrimin e ambasadorëve nga ana e SBA-s për Serbinë, për Bosnjën dhe për Malin e Zi, ndërkohë që kjo nuk erdhi për Kosovën. Si interpretoni këtë? Si e pat? Zakonisht në diplomaci këto gjeste kanë mesazhe. Ne nuk i dimë detajet, por urojmë që procedurale, bürokratike, se sa një qëndrim i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Unë mendoj që ne kemi në Washington një diplomat të mirë, një ambasador, Ilir Dugolli, dhe unë mendoj që përmes kanaleve diplomatike duhet të shihet se a është do një qëndrim refuzues i Shtetit Bashkuara të Amerikës jo dhe çfarë mund të korrigjohet nëse është një qëndrim i qëllimshëm. Por po them që ndoshta është herët të spekulohet. Ajo që është me rëndësi për neve edhe përballë rajonit, edhe përballë Bashkimit Evropian, për ne ka rëndësi, sidomos edhe në këto momente, ka rëndësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të përfaqësuar në mënyrë të plotë, domethënë ta kenë edhe ambasadorë, sepse në fund të fundit gjitha proceset determinuese vijnë nga Washingtoni dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj është me rëndësi që kur janë emëruar ambasadorët në vendet e rajonit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta kenë edhe ato ambasadorë në Kosovë, sepse na duhet se janë procese të rëndësishme që thamë, janë zgjedhjet, janë formimi i qeverisë së re, është marrëveshja e orit, domethënë janë një varg procese ku zëri dhe influenca e Amerikës është demonstruar. Pra, ju zotri Ushqini, mas që po e thoni, nëse ju kuptuam mirë, po thoni